Sa feta buk duhet të hani në ditë dhe cila buk është më e mira për ju? Mësojeni tani. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë më të larta në raport me të ardhurat e tyre, krahasuar edhe me vende të ndryshme të rajonit. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë më të larta krahasuar vendet e tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vend të themi le të hamë bukë. Por siç thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar, e njëjta gjë duhet jetë edhe me konsumin e bukës. Ndaj kur vjen fjala te konsumi i bukës, edhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo drith tjetër duhet të mbulojë nevojat jetësore të bukës. Racionet e nevojshme ditore të drithrave janë gjithashtu të ndryshme në bazë të gjinisë dhe gjithashtu të moshës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një element shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla. Një fetë buke normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fetë është e njëjtë me tjetrën. Ndaj kujdesuni që buka të jetë kryesisht me drithra të plota, po kështu, racioni ditor i drithrave është në varësi të moshës, gjinisë, gjithashtu edhe të aktiviteteve tuaja fizike që kryeni. Racioni i drithrave do të përmbajë bukën dhe çdo drith tjetër që e shtoni në dietën tuaj. Ekspertët thonë se gratë dhe moshat nga 19 deri në 50 vjeç të femrave duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Racioni i drithrave mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për meshkujt. Gratë mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat e moshës nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë gjithashtu edhe për 7 racione drithi në ditë. Burrat mbi të 50-tat kanë nevojë për të paktën 6 racione drithi në ditë. Të vegjëlit dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi çdo ditë në dietën e tyre. Sipas të dhënave, drithrat e plota por jo të përpunuara janë gjithashtu shumë më të pasura edhe me ushqyes. Ekspertët rekomandojnë dhe këshillojnë që gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet jetë e përgatitur kryesisht nga drithrat e plota, në mënyrë që ndikimi i tyre në organizëm të jetë më i plotë dhe më i shëndetshëm. Por cilat janë përfitimet që ofron buka? Në varësi të llojit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale, fibër, vitaminën B, rregullon metabolizmin dhe ndihmon gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj sipas ekspertëve të Healthline do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit të mbajë larg këto komplikacione, gjithashtu edhe të rrisë rezistencën e trupit. Është e rëndësishme që buka të bëhet nga drithi i plotë, në mënyrë që të mos shkaktojë luhatje të organizmit dhe gjithashtu ta rëndojë më shumë atë. Ekspertët thonë se lloji i bukës që zgjidhni do të ndikojë shumë në aspektet tuaja ushqyese, por më e mira sipas tyre është buka e thekrës. Buka e thekrës ka shumë fibra të forta që nuk mund të treten njësoj si buka të tjera. Këto fibra njihen gjithashtu si element ushqyes të cilët përmirësojnë përthithjen e ushqimeve dhe stabilizojnë traktin tuaj tretës. Por më tepër, buka e thekrës do të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e substancave toksike të dëmshme nga trupi, prandaj rekomandohet edhe për njerëzit të cilët kanë edhe sëmundjen e zorrve. Buka e thekrës do t'japë më pak kalori. Sa më e zezë të jetë buka, aq më shumë mjedh thekre do të përmbajë ajo, dhe në përputhje me rrethanat do të ketë gjithashtu akoma dhe më pak kalori tek kjo. Pra, për 100 gram bukë thekre do të merrni të paktën 174 kalori, për dallim nga buka e bardhë, 100 gram për të cilës do të ofrojë 250 kalori. Prandaj, të gjithë ata që duan të humbasin kilogramet e tepërt, këshillohet të evitojnë nga dieta e tyre bukën e bardhë dhe në vend të saj të shtojnë bukën e zezë siç është edhe buka e thekrës.
Sigurisht që ky nuk është një element për të ulur kilogramët, por do të ofrojë një ngopje më të mirë të organizmit tuaj, gjithashtu edhe do të përshpejtojë shëndetin tuaj. Do të përmbajë më shumë aminoacide dhe vlera esenciale ushqyese të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Një kokër thekre praktikisht nuk ndryshon nga përmbajtja me veti të dobishme të miellit të grurit nga i cili është bërë gjithashtu edhe homologu i tij i bardhë. Sidoqoftë, buka e thekrës nga i cili është bërë homologu i tij i bardhë mund të jetë më rezistente ndaj proceseve të përpunuara se sa kokrat e grurit. Prandaj do të ruaj gjithashtu edhe shumë përbërës të tjerë të dobishëm, shumë të rëndësishme këto edhe për aktivitetet tuaja të rëndësishme ditore. Buka e thekrës është efektive edhe për anemin dhe për shëndetin e grave shtatzana. Buka e thekrës është e pasur gjithashtu me mikronutrient siç është për shembull magnezi, hekuri, të cilët stimulojnë formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe kontribojnë në formimin e dur gjithashtu edhe të fetusit. Buka e zezë gjithashtu ngre hemoglobinën në nivelet e kërkuara dhe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj dhe gjithashtu të ndikojë edhe në përmirësimin e situatave tuaja përkatëse. Por ka një efekt të mirë parandalues kundër komplikacioneve të rënda, shtimi i bukës së thekrës në dietën tuaj. Konsumi i rregullt i bukës së zezë të thekrës ulë riskun e radikaleve të lira të cilat çojnë gjithashtu edhe në komplikacione të sistemit tuaj tretës. Përfshirja e bukës së thekrës në dietën tuaj të përgjithshme sipas ekspertëve të Healthline do të jetë një mundësi e shtuar ushqyese në dobi të organizmit dhe si e tillë do të luajë një rol pozitiv kundër komplikacioneve të tij. Buka e thekrës do të ofrojë përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, mielli integral ka shumë përfitime për shëndetin duke përfshirë mbështet sistemin tuaj tretës. Buka me miell integral është e pasur gjithashtu me nivele shumë të larta të fibrave, të cilat do të mundësojnë një përmirësim të shëndetit tretës dhe do të rrisin gjithashtu shpeshtësinë e jashitjes. Nëse doni që të keni një humbje të peshës dhe një kontroll më të mirë të saj, atëherë buka e thekrës mund të jetë totalisht e shtuar në dietën tuaj si një element shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja normale, duke ju mbajtur më të ngopur dhe duke përmirësuar kështu strukturën e organizmit tuaj. Buka mund të jetë një produkt shumë i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbetet në vendin e parë në listën e superushqimeve më të konsumuara në përditshmëri, ku çdo shqiptar konsumon mesatarisht të paktën 10 feta bukë çdo ditë. Ndaj, nëse doni që të merrni përfitimet e saj, përpiquni që të zgjidhni bukën e zezë në dietën tuaj. Gjithashtu, edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzgjidhni janë të shumta, ato që hasni më shpesh në dietën tuaj janë buka e bardhë, gjithashtu edhe buka e zezë. Sigurisht që të dyja janë të përgatitura edhe nga gruri, por ka disa ndryshime thelbësore që lidhen gjithashtu me vlera shëndetësore dhe përfitimet që ato do t'i ofrojnë organizmit tuaj. Ekspertët kanë renditur disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i bukës së zezë në dietën e përgjithshme. Gjithçka do të lidhet edhe me përpunimin e miellit dhe gjithashtu edhe në vlerat ushqyese që ajo do t'i japë. Ka dy ndryshime kryesore që do të merrni nga mielli që përdoret në përgatitjen e saj, mënyra se si ai është përpunuar dhe se sa të shëndetshme janë ato për organizmin tuaj në tërësi. Mielli të dyja llojeve të bukës sigurisht që do të vijë nga i njëjti dridh, por tek buka e zezë mielli përmban të gjitha pjesët e grurit, gjithashtu lëkurën bashkë me farën, ndërsa te buka e bardhë përdoret vetëm pjesa që përmban niseshte dhe është e zhveshur nga të gjitha elementët ushqyes, të cilat ajo i ka të rëndësishme për organizmin tuaj. Ndaj, përdorimi i saj në dietën tuaj të rregullt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër çdo komplikacioni. Sigurohuni të përdorni bukën e thekrës dhe bukën e zezë në dietën tuaj të përgjithshme, për sa kohë që nuk e teproni, vlerat e saj do të jenë të larmishme në fuqizimin e organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.